Vargjet e autores korçare Valbona Lola kanë gjetur në skenë aktorët e njohur shqiptar si Luiza Gjuvani, Alfred Trebicka, Zamira Kita e të tjerë. Në sallën e teatrit Andon Zako Trajupi në Korçë u recituan fjalët me rim që lidheshin me gjithçka, nënën, fëmijën, bashkëshortin, jetën dhe vdekjen. Emrat e njohur të skenës si Luiza Gjuvani, Alfred dhe Violeta Trebicka, Zamira Kita dhe Blerta Belliu u japin jetë poezive të mia në skenën e teatrit. Meqenëse është dhe muaj i festave, dhurata më e bukur që mund t'i dhurojmë njëri tjetrit janë emocionet e bukura. Por aktorin e mirënjohur Alfred Trebicka, një natë poetike në Korçë, ka për herë mbështetësit e saj besnik. Kjo lloj poezie që shkruan Valbona është shumë e prekshme për të gjithë. Është shumë e prekshme sepse është shumë e thjeshtë. Është poezi shumë e thjeshtë, është poezi që prek emocionin, fenomenet bazike të jetës, nënën, dashurinë, gruan, brishtësinë e gruas, raportin prind-fëmijë, domethënë babai, nëna, vajza, djalë. Dhe janë gjëra që gjithë secili domethënë mund t'i perceptojë shumë kohë. Për gjatë muajit dhjetor, Bashkia e Korçës ka organizuar me 10 aktivitete kulturore dhe artistike për banorët dhe turistët që zgjedhin të kalojnë pushimet në Juglindje.